nëse drejtori i policisë u shkarkua sepse ju rrezikua jeta ndonjë qytetari francez, po ne qytetarë shqiptarë, çfarë jemi për qeverinë tonë? Çfarë jemi ne? Apo thjesht jemi tregues ku vend ku ato tregojnë forcën? Shef të arsyeshme ti të kesh përballë ambasadorin apo ambasadoren e Izraelit, po themi në këtë rast, dhe ai të hajë iftar me ty, apo ajo, kushdo qoftë se nuk është e rëndësishme. Atëherë, Apo dhe vendeve të tjera të cilët kanë unë do të them, do ta jap përgjigjen e kësaj gjithmonë. Negociate për paqe dhe paqe do të thotë atentate, vrasja e krerëve, siç ndodhi në Katar, ku u ftuan nga qeveria amerikane, u ftuan përfaqësuesit e rezistencës palestineze dhe i vranë atje. I ftuan atje dhe atje i vranë. PKK-ja nuk është gjë tjetër se një bandë terroriste që e quajtur nga gjithë bota terroriste, por që qendrën e vet e ka pas në Gjermani gjithmonë. Pra do të thotë që shërbimet sekretet perëndimore e kanë përkrah, ndërkohë që ai ka vrarë deri në 40.000 civile dhe ushtarak. Ekziston një legjendë urbane në Tiranë dhe në Shqipëri që ju jeni kërcënuar me vdekje në zyrën tuaj. Edhe unë sot në haptas ju kam ballë për ballë dhe ju pyes, a është e vërtetë? Po është e vërtetë. Është e vërtetë. Është e vërtetë. Nuk është legjendë, është diçka zyrtare.